ai kur ka dalë me vrap me baku plot. Salla e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë u mbush mbrëmjen e sejntes me Ardashës, të cilët duar trokitën premierën e komedisë Demos, një vepër e frymëzuar nga Aristofani. Shfaqja solli në sken një kast të spikatur aktorësh, si Zamira Kita, Guri Koço, Gjeni Fama dhe emra të tjerë të njohur të teatrit korçar dhe shqiptar. Po kush je ti? Jam i shoqi më Cineska. Përmes humorit, satirës dhe revoltës, Demos përcjell mesazhe që ndonse janë shkruar shekuj më parë, tingëllojnë po aq aktuale edhe në realitetin e ditëve tona. Kjo vepër ri shumë mirë për publikun sot. I flet shumë kohës, i flet shumë gjithçkaja që ne jetojmë, i flet pushtetit, pra i flet jetës sonë sot. Është me tekstet e Aristofanit dhe është e bazuar mbi kabat e jugut edhe mbi muzikën e jugut. Mendoj që është një nga vlerat e shtuara të shfaqjes edhe i bën shumë mirë natyrës së teatrit, sepse përveç fjalës përfshihen edhe elemente të tjerë siç është kënga, vallja, edhe klounadët e elemente të tjerë, që ta bëjnë më spektakolare dhe më argëtuese për publikun. Besoj që kemi najtë besnik teknikës, stilit të muzikës jugut, pasoj që është në saz ISO, kemi pas edhe ISO polifoni. Po kjo ka një që jo vetëm qesh, po këtuve kupton shumë gjëra. Ajo të bën që ti të mendosh kur dalesh, se si është, si ka qenë dhe si do tjetë gjithmonë. Të bëjmë njeriu që të reflektoj nëpërmjet edhe të qeshurës, po dhe mendimit. Në fund të shfaqjes, publiku i shpërbleu aktorët dhe stafin me duar trokitje të gjata, duke e kthyer premierën me një sukses artistik. Pas premierës në Korçë, komedia Demos do të vijojë rrugëtimin e saj duke u bërë pjesë e festivalit të komedisë.